Zbulohet vitamina që forcon trurin dhe kujtesën, ja ku mund ta gjeni. Pavarësisht të gjitha këshillave të mjekëve dhe ekspertëve për një dietë sa më të pasur ushqimore, duket se mungesat e vitaminave janë gjithmonë prezente në jetën tonë të përditshme. Këtë e pohojnë edhe shumë mjekë, të cilët shprehen se pavarësisht larmishmërisë së ushqimeve, jo gjithmonë njerëzit arrin të zgjedhin ato me më shumë vlera në dietën e tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mungesa e të cilave mund të ndikojë negativisht në shumë procese jetësore, përveç disa prej tyreve të cilat mund të konsumohen çdo ditë në mënyrë të vazhdueshme. Këto vitamina luajnë një rol të rëndësishëm në përhapjen e tyre në të gjithë ushqyerjen dhe mungesa e tyre padyshim më vihet edhe në vendin tonë. Në këtë video, sipas Brightside, do të gjeni sasinë e duhur të elementeve kyç të cilët ndihmojnë që të keni një kujtesë dhe një tru më të shëndetshëm. Vitaminat që ju duhen për shëndetin tuaj të trurit quhet kolina ose ndryshe vitamina B4 dhe prej vitit 1998 është renditur ndër nutrientët më të rëndësishëm për organizmin e njeriut. Gjendet kryesisht edhe tek vezët, mishi ose edhe tek bulmeti, duke qenë se shumë njerëz vuajnë nga mungesa e saj. Kjo vitaminë është e rëndësishme për funksionet më të mira të organeve dhe veçanërisht të shëndetit tuaj të trurit. Sistemi nervor e përdor këtë vitaminë për të forcuar kujtesën, humorin dhe lëvizjen e mirë të muskujve, duke e kthyer kështu nutrientin më të rëndësishëm në mbajtjen e trurit më në formë. Por cilat janë dozat e duhura për çdo organizëm? Megjithse ëmbëlsira prodhon edhe sasinë e saj të caktuar të kolinës, pjesa më e madhe e saj duhet të merret nga ushqyerja e shëndetshme. Për këtë rekomandoni të konsumoni edhe ushqimet e duhura të cilat sipas Healthline do t'i rendisim në këtë video. Mjekët prej 20 vitesh tashmë rekomandojnë një dozë prej 550 mg për burra dhe 425 mg për gratë. Kjo dozë rritet edhe tek gratë shtatzana, të cilat duhet të marrin 550 mg kolinë në ditë. Marrja e kolinës nëpërmjet ushqyerjes nuk është e vështirë, pasi vetëm një vezë do të ofrojë rreth 113 mg kolinë për çdo kokër. Mjekët rekomandojnë të mos konsumoni më shumë se 3 vezë në ditë, ndaj kolina mund të merret gjithashtu edhe nëpërmjet ushqimeve të tjera të cilat pa frikë mund t'i shtoni vazhdimisht në dietën tuaj ushqyese. Sasi më të mëdha të saj gjenden te mishi dhe te bulmeti, në këtë mënyrë do ta keni dietën edhe më të shëndetshme. Kjo vitaminë funksionon si një recetë parandaluese kundër plagjes së trurit dhe sëmundjeve të Alzheimerit dhe demantinës. Nëse merret në doza të përshkruara nga mjekët, kolina do të funksionojë si një mbrojtëse për qelizat e neuroneve të trurit. Në këtë mënyrë do të keni një kujtesë më të fortë dhe një tru akoma dhe më të shëndetshëm. Ndaj ushqyerja do të luajë një rol fantastik në mbrojtjen e shëndetit tuaj të trurit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve. Një dietë e shëndetshme dhe ekuilibruar është gur themeli i shëndetit tonë të përgjithshëm. Por shumë argumentojnë se ushqimet të shëndetshme janë edhe të mërzitshme, jo vetëm që garantojnë edhe furnizimin adekuat me energjinë e lëndëve ushqyese, por në mënyrë të tillë parandalojnë edhe mungesën e ushqyesve. Frutat e thata gjithashtu janë një produkt super i rëndësishëm ushqyes për shëndetin e trurit dhe jo vetëm. Ato luajnë një rol fantastik në rigjenerimin e tij dhe lehtësimin e komplikacioneve. Një aleat i vërtet i trupit tonë janë frutat e thata, jo vetëm që janë të pasura me acide yndyrore omega-3, omega-6, por përmbajnë vitamina dhe minerale. Për më tepër, ky ushqim kontribon në nivelin e serotoninës në tru, i cili nga ana tjetër kontrollon oreksin dhe gjendjen tuaj shpirtërore. Farat e kungullit gjithashtu mund të jenë aleate të mira për shëndetin tuaj të trurit. Për disa, këto fara janë pothuajse të parëndësishme, por ato përmbajnë vitaminën A, vitaminën E, omega-3, omega-6 dhe omega-9 dhe zink.
Nëse hahen çdo ditë në dietat tuaja, me siguri do të merrni sasinë e duhur të zinkut për të qenë më të fortë dhe një kujtesë më të shëndetshme dhe një tru më të shëndetshëm. Çokolata e zezë, një aleat i vërtet i trurit pasi garanton edhe funksionet më të mira të trurit, njohjen dhe memorien. Disa gram në ditë janë të mjaftueshme, por mos harroni që të shtoni çokoladën e zezë me mbi 70% kakao, e cila është më e vlefshmja për shëndetin e trurit dhe do të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e tij. Domatet përmbajnë likopen dhe antioksidant të çmuar të cilët do të optimizojnë funksionet e trurit dhe do ta mbrojnë atë nga komplikacionet e ndryshme. Edhe nëse vendosni t'i gatuani, likopeni gjithashtu është i domosdoshëm dhe absorbohet lehtësisht nga sistemi juaj tretës. Salmoni është një tjetër produkt i rëndësishëm i cili asesi nuk duhet të mungojë në vaktet tuaja ditore, kjo për shkak të funksioneve që do t'i jap shëndetit tuaj të trurit. Salmoni është ndër llojet e ushqyesve më të rëndësishëm për trurin dhe kujtesën. Kjo fal pranisë së acideve yndyrore omega-3 të cilat mund të parandalojnë edhe problemet të shëndetit tuaj. Salmoni përmban nivele të mira të luteinës, karotenoide që grumbullohen në tru, të cilat nga ana tjetër kanë veti të mira anti-inflamatore. Ai gjithashtu përmban edhe acide yndyrore të pangopura, fibrave dhe vitaminave, të cilat do të luajnë një rol pozitiv në shëndetin e trurit. Vezët ato përmbajnë nivele të mira të kolinës, një koenzime të bishme për shëndetin e trurit, edhe kujtesën. Bëni kujdes të mos hani shumë vezë sepse përmbajnë edhe nivele të larta të kolesterolit, por 1 deri në 2 vezë çdo ditë janë më se të këshillueshme për të marrë përfitimet e tyre dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e shëndetit të kujtesës. Peshku blu, një ndër ushqimet që gjithmonë është i pranishëm në dietën tuaj, të paktën që duhet të konsumohet të paktën 2 ose 3 herë në javë, janë peshqit blu. Janë një ushqim i pasur me yndyrna të mira omega-3, vitamina të cilat do të veprojnë gjithashtu drejt për së drejti në sistemin nervor dhe në përqendrim. Ato përmbajnë nivele të mira të fosforit, i cili është një aleat shumë i mirë i kujtesës dhe shëndetit tuaj të trurit. Bishtajoret janë të pasura me nivele të mira të acidit folik. Gjithashtu ato janë të paranishme edhe në parandalimin e qelizave të dëmshme dhe në forcimin më të mirë të kujtesës suaj. Ndaj bëni përzgjedhjen e duhur të ushqyesve në dietën tuaj ditore dhe do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet që ju kanosen tek kujtesa. Spinaçi, lakra dhe marulja janë të rëndësishme që të shtohen në dietën tuaj. Kjo falë ndikimeve të tyre ushqyese në parandalimin e rënies së kujtesës. Këto 3 perime janë shumë të dobishme në procesin e kujtesës. Ato përmbajnë antioksidant të rëndësishëm, parandalojnë keq funksionin e njohjes, sigurojnë gjithashtu edhe vitamina të ndryshme, antioksidantë dhe kripra minerale të cilat do të luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin e trurit, mbrojnë atë kundër plakjes dhe dëmtimit të qelizave tuaja nervore. Siguroni që të në dietën tuaj të shtoni produkte sa më natyrale, t'i përzgjidhni ato më të vlefshme dhe shëndeti juaj i trurit do të përfitojë ndjeshëm nga këto ushqyes edhe në betejën kundër komplikacioneve të rënies së kujtesës. Ushqimet e mira luajnë një rol të rëndësishëm edhe në shëndetin tuaj të trurit dhe kujtesës. Prandaj, ushqimet të cilat i keni pjesë prezente të dietave tuaja duhet të konsumohen brenda rekomandimeve të duhura. Salmoni. Peshqit yndyror si salmoni janë të pasura gjithashtu me acide yndyrore omega-3, të quajtura DHA. Këto lëndushqyese janë shumë të rëndësishme për funksionet e trurit dhe studime të ndryshme kanë treguar se furnizimi i trurit me këto lëndushqyese ndihmon në përmirësimin e kujtesës dhe rritjen e koeficientit të inteligjencës. Sigurohuni të konsultoheni me mjekun tuaj dhe të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese në bazë të shëndetit tuaj dhe në baza specifike që keni. Vetëm në këtë mënyrë do të merrni përfitimet e duhura për shëndetin e trurit dhe do të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre.
Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tuaj.